sa për rikujtim, për ju dhe për shëtarë, ka një skenar të prekaditur ka kuvend, se në merras këtë qëndërtësi. A do të ndryshua raporti? Tani është procesi konsultativ, mund të lidhet edhe janë, ose ka fakte të reja që janë prezentuar para komisionit, mund të bëhet raporteri dhe sillen në seancë, por që se duhet të shkojnë nëpërmjet një votimi të seancës. Presidenti Osmani ka thonë se ka do të shkojë në liderëve të partive politike për me diskutuar çështja e iniciativës. Çështja është kushtetuese brenda institucionit këtu, natyrisht dhe procedim tjetër të financiar, natyrisht ne kemi një president që në atë moment të vërtet aktive, por të vërteta është konstitucioni si duhet konstituimi institucioneve duhet vetëm të përdoret është faktor pa çfarë ndodh deri më tani dhe shpresoj që partia në pushtetin kupton se kjo është demokracia, por nëse ata ndin se çka është në rregull, le të votojnë fakt. Ne jemi të bindur se kjo është vend kushtetuese, do të votojmë kundër. Kjo është demokracia, nuk përfundon vota në vota të kundërta ndaj njëri tjetrit, e më pas janë organet tjera shtetërore si trajtojnë këto çështje si është vota kushtetuese. Edhe 20 apo shumë para jush. Ne nuk jemi kundër mandateve tona. Ne besojmë se 105 deputet i kanë mandate të rregullta. Janë 15 deputet të tjerë, vetëm 15 që s'duhet të verifikohet mandati sepse s'ka dhënë vërtetësi. Procedura është shumë e thjeshtë. Duhet të japësh vërtetësi, të mbash betimin e më pas vazhdosh punën si deputet ose mund të zgjedhësh mos jesh fare deputet. Institucionet vazhdojnë veprimin e vet. Nuk kemi kërkesa që të bëhet qeveria pa kryeministër, ne po themi që duhet zgjedh ose duhet të deputet ose kryeministër. Bën edhe dikush tjetër. Këtë saktoj vetë. Ju falënderoj shumë. Ministri tha që jemi